Të nderuar shikues, përshëndetje. 30 vjet më vonë, historia po ju përsërit të njëjtat misori, nga i njëjti autor, ndaj një komuniteti të ngjashëm në një gjeografi tjetër. Nga Sarajeva te Gaza, të pasurit e Europës perëndimore dhe të Amerikës kanë paguar për kokë viktime, më shtrenjtë për fëmijët që kanë vrarë për sport gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta, në ato që njihet si safari snajperësh, një fushat mizorish argëtuese. Historia po përsëritet frikshëm, ndërsa njerëzimi, veçanërisht njeriu i bardhë i Perëndimit, edhe pse shtiret se ka marrë leksion nga Holokausti, mbetet peng i ndjenjave supremaciste dhe fashiste, duke llogaritur pjesën e mbetur si më pak njerëzor që nuk meriton të jetojë me dinjitet. Për shembull, ato që nazistët gjerman u bën hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Hebrejt sionist u bëjnë sot palestinezëve, por kësaj radhe të ndihmuar nga shumica e fuqive perëndimore, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania. Ashtu si Gjermania naziste me planin e emigrimit në vitin 1933 dëboi hebrejt në Palestinë, sot Izraeli në të njëjtin format po dëbon palestinezët gjetiu e së fundmi në Afrikën e Jugut. Ndërsa SBA proklamon paqen e arritur, Gaza vazhdon të kolonizohet, palestinezët të vriten dhe dëbohen dhe institucionet ndërkombëtare të heshtin. Historia po përsëritet, por deri kur? Prokurorët në Milano po hetojnë pretendime tronditëse se turistë të pasur të huaj paguanin për të vrarë civil në rrugën e snajperëve në Sarajev gjatë viteve të 90-ta, një praktikë makabre dokumentuar prej dekadash, e cila sipas analistëve rrënjët i kanë në dehumanizimin sistematik të muslimanëve të Bosnjës. Ky fenomen paralajmëron gazetari bosnjak Refik Hoxhić, pasqyron procesin e njëjtë çnjerëzues që sot u hap rrugë vrasjeve të civilëve palestinezë në Gaza nga snajper të huaj të rekrutuar pranë ushtrisë izraelite. Në Sarajev, shënjeshtrat ishin civil musliman që kalonin rrugën. Në Gaza janë fëmijë, palestinezë, gazetar, mjek. Në të dyja rastet viktimat janë dehumanizuar paraprakisht që vrasja të mos ketë peshë morale, sikur kanë vrarë kafshë të egra. Raportimet që vijnë nga Milano, ku prokurorët po hetojnë pretendimet se turistë të pasur paguanin për të vrarë civil për sport në rrugën e snajperëve në Sarajev gjatë luftës viteve 1990, janë tronditëse vetëm për të huajt. Ajo që po del tani në dritë është po aq makabre sa edhe e dhimbshme për bosnjakët. Hyrje e siguruar përmes ndërmjetësve, pagesa sipas shënjestrës, fëmijët që kushtonin më shumë për të vrarë. Kjo histori ishte raportuar dhe dokumentuar nga mediat lokale dhe rajonale që në vitin 1995 dhe më vonë në librin e shkrimtarit bosnjak Haris Imamović, Vedran and the Fireman, dhe në dokumentarin e Milan Zupanić, Sarajevo Safari 2022. Ajo që më shqetëson si një bosnjak, shkruan shkrimtari dhe gazetari Refik Hoxhić, nuk është vetëm të merri këtyre raportimeve, por kushtet që e bën të mundur këtë dhunë. Pas këtij turizmi makabër, qëndron një patologji më e thellë: dehumanizimi muslimanëve të Bosnjës në vitet e 90-ta, një proces që sot jehon në spektaklin modern të të huajve që bashkohen me ushtrinë izraelite për të vrarë civil palestinez në Gaza pa asnjë pasojë. Dehumanizimi është procesi përmes cilit një popullsi zhvishet nga personhudi dhe shndrohet në masë, kërcënim, abstraksion dhe jo në jetë me dinjitet. Studiuesit e dhunës masive prej kohësh theksojnë se para shkatrimit fizik vjen shkatrimi simbolik, erozioni i empatisë, zhdukja e frerit moral. Kur një popullsi përjashtohet prej komunitetit moral të atyre që kanë rëndësi, vrasja bëhet e mundur, madje normale, apo edhe formë argëtimi. Në fillim të viteve të 90-ta, muslimanët e Bosnjës u dëbuan fillimisht politikisht dhe gjuhësisht nga humaniteti. Ato u quajtën kryesisht nga serbët, por edhe nga islamofobët e djathtë në Perëndim. U quajtën turq, ekstremist, fundamentalist islamik, bartës të një projekti të huaj që duhej zhdukur. Në këtë boshllëk moral, ideja e turistëve snajper të huaj u bë e mundshme. Kur viktimat nuk ishin më njerëz në sy të vrasësve, vuajtja e tyre u kthye në spektakël. Sot, shohim një proces të ngjashëm në diskursin rreth palestinezëve. Në dekada të tëra gjuhë çnjerëzuese, e ngurtësuar pas sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023, i etiketuan palestinezët si terrorist, kafshë njerëzore, barbar, dhe kështu civilit u shndruan në shënjestra,
e shënjestrat në abstraksione, shkruan Hoxhić. Kur komunitetet të tëra portretizohen si jo njerëzore, vdekjet e tyre nuk shihen si krizë morale, por si strategji, vuajtja e tyre jo si tragjedi, por si domosdoshmëri. Masakra në Gaza përfshir vrasjen e 10 mijëra fëmijëve, nuk janë aksidente historike, por produkti një procesi të gjatë kushtëzimi ideologjik. Hetimi Milanos mbi turizmin snajperik nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën e Bosnjës, ai është paralajmërim për të tashmen tonë. Ka dëshmi të bollshme të shtetasve me dy nështetësi që rekruton si snajper izraelit dhe vrasin civil palestines. Një hetimi Guardian dhe mediave të tjera dokumentoi amerikan dhe europian që shërbenin në një njësi fantazmë snajperësh dhe mburreshin se kishin vrarë mbi 100 palestines. Sipas New Arab, deri në 20.000 amerikan mendohet se kanë udhëtuar drejt Izraelit për të shërbyer si ushtar të vetmuar. Në Guardian, një komentues shkroi: "Përballemi me një realitet ku 10 mijëra amerikan janë aktivisht të përfshirë në krime lufte, ndërsa situata në Bosnjë dhe Gaza ndryshojnë. Të dyja varen nga i njëjti parakusht: dehumanizimi i viktimave. Në Sarajev, shënjestrat ishin civil musliman që kalonin rrugën. Në Gaza janë fëmijë, palestinez, gazetar, mjek. Në të dyja rastet, humaniteti i tyre fshihet paraprakisht", shkruan Hoxhić. Dehumanizimi e shndron vrasjen në aktivitet, mizorinë në pjesëmarrje. Ajo i lejon njerëzit të kalojnë nga spektator në autor krimesh. Kërkimet mbi shtetasit me dy nështetësi që bashkohen me ushtrinë izraelite identifikojnë 3 motive kryesore: ideologjinë, mobilitetin dhe përkatësinë. Disa regjistrojnë nga bindja për të mbrojtur atë që e perceptojnë si ardheun e tyre, të tjere bëjnë për arsye praktike të migrimit apo identitetit. Ajo që i lidh të gjithë është leja morale. Vrasja në një tokë të huaj kërkon jo vetëm arsyetim politik, por edhe rindërtim të thellë psikologjik, bindjen se personi përballë pushkës është më pak njeri, më pak i denj për jetë. Për Bosnjë-Hercegovinën, hetimi Milanos është mundësi për të reflektuar jo vetëm mbi krimin individual, por edhe korozionin moral që e bëri të mundur një praktik të tillë. Është kujtesë se llogaridhënia duhet të shkojë përtej gjykatave dhe arkivave, deri te toka ideologjike dhe kulturore, prej së cilës mbijnë mizorit. Safari snajperik i supozuar nuk ishte anomali, ishte kulmi i viteve të propagandës që e paraqiste popullsinë muslimane të Bosnjës si jo njerëzore. Për Palestinën, implikimet janë edhe më urgjente. Shkatrimi në vazhdim i Gazës bëhet i mundur nga një fushat çnjerëzuese e pandërprer, politike, digjitale dhe mediatike, që i bën palestinezët të padukshëm dhe të padenj për empati. Mbulesa mediatike perëndimore shpesh anonimizon vdekjet, i redukton familjet në numra dhe bombardimet në operacione, shkruan Hoxhić. Nëse ka një mësim nga safari snajperik të Sarajevës dhe snajperët të huaj në Gaza, është ky: dehumanizimi nuk është thjesht një instrument ideologjik, është epidemi globale. Thyerja e këtij cikli kërkon më shumë se indinjat, kërkon përkushtim ndaj gjuhës, rrëfimin dhe drejtësisë. Duhet të përballemi me fjalët që fshin humanitetin. Sa herë politikan dhe komentuesit përshkruajnë popullsitë të tëra si kërcënime, infestime apo mburoja njerëzore, ata afrojnë botën drejt krimeve të mëdha. Mediat duhet të rikuperojnë guximin për të humanizuar viktimat, për t'u dhënë emra, histori dhe fytyra, edhe kur kjo është politikisht e ndërlikuar. Dhe llogaridhënia duhet të shtrihet përtej fush betejes, jo vetëm ndaj atyre që tërheqin këmbëzën, por edhe ndaj atyre që shkruajnë rrëfimet që e bëjnë të mundur tërheqjen e saj. Sepse viktima e parë e çdo gjenocidi nuk është trupi, është humaniteti i viktimës, i vrarë në imagjinat shumë kohë para se të vritet në mish, shkruan gazetari bosnjak Refik Hoxhić. Në Gaza, për shembull, rreth 2000 palestinez janë vrarë duke pritur për ndihmë humanitare në atë që OKB-ja dhe organizatat e drejtave të njerëzit e kanë quajtur kurthi i vdekjes, pra në pikët e qendrës amerikano-izraelite e njohur si GHF apo Gaza Humanitaria Foundation. Ky fondacion famkeq ka përfunduar misionin e tij dhe është larguar tashmë nga Gaza.
në të, SHBA-ja kishte rekrutuar një band motoristësh ekstremist të djathtë dhe anti-musliman, të cilët janë përgjegjës për një numër të madh të vrasjeve të palestinezëve. Kjo band është themeluar në vitin 2006 nga veteran të luftës në Irak dhe e përshkruan veten si Amerikan Patriot që, siç shprehen, luftojnë lëvizjet xhihadiste radikale që, sipas tyre, kërcënojnë lirinë në mbar botën. Fondacioni Humanitar i Gazës, GHF, i mbështetur nga SHBA dhe Izraeli, njoftoi se po pezullon operacionet e tij humanitare në territorin palestinez pas pothuajse 6 muajsh. Organizata kishte pezulluar tashmë punën e 3 vendeve të saj të shpërndarjes së ushqimit në Gaza, pasi janë pushimi midis Hamasit dhe Izraelit hyri në fuqi 6 javë më parë. GHF synonte ta anashkalonte OKB-n si furnizuesin kryesor të ndihmës për popullsinë e Gazës. OKB-ja dhe agjencitë e tjera të ndihmës kanë refuzuar të bashkëpunojnë me sistemin e tyre, duke thënë se është jo etik dhe i pasigurt. Qindra palestinezë u vranë, ndërsa kërkonin ushqim me skenave kaotike pranë vendeve të GHF-s, kryesisht nga zjarri izraelit, sipas OKB-s. Izraeli tha se trupat e saj qelluan me të shtëna paralimruese. GHF tha të hënën se tani po pëzullonte operacionet për shkak të përfundimit me sukses të misionit saj emergjent, me një total prej 3 milion paketash që përmbanin ekuivalentin e më shumë se 187 milion vakteve dhe të shpërndara për palestinezët. Drejtori ekzekutiv i GHF-s, John Akri, tha gjithashtu se qendra e koordinimit civilo-ushtarak e udhëhequr nga SHBA-t, e cila u krijua për të ndihmuar në zbatimin e planit të paqes të presidentit të SHBA-s Donald Trump për Gazën, do të adoptoj dhe zgjeroj modelin që GHF ka pilotuar. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA-s, Tommy Pigot, shkroi në X: modeli i GHF-s në cilin Hamasi nuk mund të plaçkiste dhe të përfitonte më nga vjedhja ndihmave, luajti një rol të madh në sjelljen e Hamasit në tryezën e negociatave dhe në arritjen e një pushimi. Hamasi, i cili mohon vjedhjen e ndihmave, mirëpriti mbylljen e GHF-s, raportoi Reuters. Një zëdhënës aty tha se GHF duhet të mbahet përgjegjës për dëmin që u ka shkaktuar palestinezëve. U bëjmë thirrje të gjitha organizatave ndërkombëtare të drejtave të njerëzit që të sigurohen që të mos i shmangemi përgjegjësisë pasi shkaktuan vdekjen dhe lëndimet e mijëra banorëve të Gazës dhe mbuluan politikën e urisë së qeverisë izraelite, shkroi Hazim Kasim në kanalin e tij Telegram. GHF filloi operacionet në Gaza më 26 maj, një javë pasi Izraeli lehtësoi pjesërisht bllokadën e tij 11 javore të plotë të ndihmës dhe dërgesave tregtare në Gaza, e cila kishte shkaktuar mungesa të mëdha të nevojave themelore. 3 muaj më vonë u shpall një zi buke në qytetin e Gazës. Vendet e shpërndarjes së ushqimit të GHF-s në Gazën jugore dhe qendrore drejtoheshin nga kompani private të sigurisë amerikane dhe ndodheshin brenda zonave ushtarake izraelite. OKB-ja dhe partnerët e saj kanë thënë se sistemi shkel parimet themelore humanitare të neutralitetit, panshmërisë dhe pavarësisë dhe se drejtimi i njerëzve të dëshpëruar në zona të militarizuara është në thelb i pasigurt. Zyra e drejtave të njerëzit të OKB-s tha se regjistroi vrasjen e të paktën 859 palestinezëve që po kërkonin ushqim pranë vendeve të GHF-s midis 26 majit dhe 31 korrikut. Ai shtoi se 514 persona të tjerë u vranë pranë rrugëve të konvojeve të OKB-s dhe organizatave të tjera humanitare. Shumica e tyre u vranë nga ushtria izraelite, sipas zyrës. Sipas BBC-s, një band motoristësh ekstremist të djathtë dhe anti-musliman ishin rekrutuar për të punuar në qendrat e ndihmave në Gaza të mbështetura nga SHBA-ja. Një hetim i medias britanike ka konfirmuar identitetet e 10 anëtarëve të klubit të motociklistëve Infidels Motorcycle Club, të cilët janë punësuar nga një kontraktor privat për të ruajtur pikat e ndihmave të menaxhuara nga Gaza Humanitarian Foundation, GHF. GHF-ja, e cila mbështetet nga SHBA-ja dhe Izraeli, ka qenë përgjegjëse për vdekjen e mijëra kërkuesve të ndihmave në pikat e saj në Gaza, sipas raporteve të OKB-s. BBC raportoi se 7 anëtarë të Infidels MC janë emëruar nga kontraktori privat UG Solutions në pozita të larta që mbikëqyrin qendrat në Gaza. Infidels MC është themeluar në vitin 2006 nga veteran të luftës në Irak dhe përshkruan veten si Amerikan Patriot që refuzojnë lëvizjen xhihadiste radikale që kërcënon lirinë në mbar botën.
Udhëheqësi i bandës Johnny Taz Mulford është udhëheqës i ekipit shtetëror në UG Solutions dhe më parë është dënuar për komplot për rishfet, vjedhje dhe dhënje deklaratash të rreme ndaj autoriteteve ushtarake. Imazhet publikuara në rrjetet sociale tregojnë Mulfordin me numrin 1095, tatuazh në gjoks që i referohet kryqëzatës së parë që u nis për të pushtuar Jerusalemin nga sundimtarët musliman. GHV filloi operacionet në maj si i vetmi entitet i miratuar nga Izraeli për të shpërndarë ndihma brenda enklavës së bllokuar. Pikat e saj të shpërndarjes janë dënuar gjithësisht nga organizatat ndërkombëtare dhe aktivistët e drejtave të njerëzit si kurthe e vdekjeje. Disa raporte kanë zbuluar prova se kontraktorë amerikanë kanë qelluar me municion të vërtet ndaj palestinezëve të uritur. Të paktën 2036 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 15.064 janë plagosur, ndërsa mblinin ushqim ose prisnin në radhë për ndihma në pikat e GHV-s ose gjatë rrugës drejt qendrave të saj. Ndërkohë, trupat izraelite kanë pranuar se kanë qelluar dhe vrarë qëllimisht civil palestinezë të parmatosur që prisnin ndihma në rripin e Gazës, duke ndjekur urdhra të drejtë për drejta nga eprorët e tyre. A ishte edhe Gaza një safari snajperësh e të pasurve perëndimor, siç u zbulua së fundmi në Bosnjë-Hercegovinë, do ta dëshmoj koha, ndërsa dyshimet për tmerre të tilla janë të larta. Armpushimi i shpatur më 10 tetor në Gaza po zbulon fytyrën e tij të vërtet. Jo si një hap drejt paqes, por si themeli një arkitekture të re gjeopolitike të kontrollit dhe fragmentimit. Me ndarjen e territorit në zonën e Gjelbër, ku Izraeli synon të ndërtojë komunitete alternative të sigurta, dhe zonën e Kuqe, ku palestinezët mbahen të bllokuar dhe të privuar, modeli i ri menaxhimit të popullsisë ngjan me riciklimin e praktikave koloniale të shekullit 20. Raportet nga tereni tregojnë se kampi i parë në Rafa dhe 10 të tjerë përgjatë vijës së verdh janë ende pjesë e planit amerikan për 20 pikësh, i cili u legjitimuan nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s me krijimin e një force ndërkombëtare stabilizuese, forcë që do të mbikëqyrë pikërisht këto zona të izoluara. Që nga shpallja e armpushimit më 10 tetor, ndarja e Gazës në një të ashtu quajtur zonë të Gjelbër në kontrollin e ushtrisë izraelite dhe një të ashtu quajtur zonë të Kuqe, ku palestinezët janë zhvendosur dhe mbajtur të izoluar, është bërë edhe më e ngurtë. Ajo që i ndan të dyja është vija e verdhë e padukshme. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka sinjalizuar se rindërtimi do të kufizohet në zonën e Gjelbër, ku Izraeli dhe aleatët e tij kanë punuar për planet e të ashtu quajturave komunitete alternative të sigurta. Megjithëse javën e kaluar pati raportime se këto plane u braktisën, aktivisti humanitar nga Afrika e Jugut, Jonathan Whitall, shkruan se komuniteti i parë i tillë pritet ende të ndërtohet në Rafa, në jug të Gazës, dhe edhe 10 të tjerë janë planifikuar për gjatë vijës së verdhë dhe në veri. Nëse planet për këto komunitete të sigurta ecin përpara, ato do të zhvulosnin një fragmentim fatal të Gazës. Qëllimi i krijimit të këtyre kampeve nuk është ofrimi i ndihmës humanitare, por krijimi i zonave të zhvendosjes menaxhuar, ku palestinezët do të kontrolloheshin dhe verifikoheshin për të hyrë dhe për të marrë shërbime bazë, por do të ndalojnë në mënyrë eksplicite kthimin në zonën e Kuqe, e cila mbetet e bllokuar dhe ndaluar. Këto plane përfaqësojnë një version të ricikluar të asaj që Izraeli ka dashur prej kohësh ta bëjë në Gaza. Krijimi i fluskave, një shprehje fillestare dhe shumë domethënëse që e dëgjova për herë të parë nga autoritetet izraelite kur isha pjesë e koordinimit të operacioneve humanitare në Palestinë, si zyrtar i Kombeve të Bashkuara, shkruan Whitall dhe shton se ky ishte plani i parë i zonave ku palestinezët do të kontrolloheshin dhe do të kushtëzoheshin për të marrë ndihmë të kontrolluar. Ky është realiteti i zymt i të ashtu quajturës marrëveshje armpushimi në Gaza. Ajo nuk do të sjellë paqe, përkundrazi, do ta coptojë edhe më shumë Gazën dhe çdo perspektivë për sovranitet palestinez, shkruan Whitall. Në fakt, është më shumë se një plan coptues për Gazën, sesa plan paqeje. Të hënën e kësaj jave, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara votoi për ta legjitimuar këtë plan, duke miratuar krijimin e një bordi paqeje për menaxhimin e Gazës dhe një forcë ndërkombëtare të stabilizimit, ISF, për siguruar rendin. Por cilat zona do të sigurojnë këto forca?
nuk ka ndonjë paqe të dakordësuar që këto forca ta luajnë. Sipas hartave të publikuara, komunitetet alternative të sigurta, ISF do të pozicionojë përgjatë vijës së verdh dhe do të siguronte këto kampe rishtazi të ngritura. Hamasi ka refuzuar, siç pritej, rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ishte e qartë se dispozitat e saj nuk ishin rezultati një marrëveshje të negociuar. Në planin me 20 pika të Trumpit, i bashkëlidhur si aneks i rezolutës, pika 17 mund të përdoret tani nëse Hamasi vonon ose refuzon këtë propozim, të gjitha sa më sipër, përfshirë operacionet e zgjeruara të ndihmës, do të vazhdojnë në zonat pa terror të dorëzuara nga ushtria izraelite te ISF-ja. Në këtë mënyrë, komunitetet alternative të sigurta mund të bëhen të vetmet qendrat të mundshme të shpërndarjes së ndihmës, duke zgjatur bllokadën totale ndaj palestinezëve në Gaza. Logjika vdekjeprurëse e urdhrave të evakuimit që shënuan 2 vitet e fundit dhe që detyruan palestinezët të largoheshin nga shtëpitë e tyre, tani po zgjerohet në planin e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Ata që mbeten jashtë komuniteteve alternative në zonën e kuqe, rrezikojnë të etiketohen si mbështetës të Hamasit dhe për këtë arsye të shpallen persona pa mbrojtje, sipas interpretimit të shtrembër të Izraelit për të drejtën ndërkombëtare dhe të jenë subjekti i operacioneve të vazhdueshme ushtarake, siç është parë ditët e fundit. Fati i palestinezëve në zonën e kuqe qëndron në mënyrë të dukshme jashtë planifikimeve zyrtare. Në fakt, organizatat humanitare që mund të shpëtojnë jetë po përjashtohen nga një proces regjistrimi izraelit i krijuar për të heshtur kritikat dhe për të filtruar stafin për pajtueshmëri, shkruan Uitall. Ky model amerikano-izraelit i komuniteteve të izoluara nuk është diçka e re. Britanikët krijuan fshatra të ri në Malajzi në vitet 1950, amerikanët krijuan hamlete strategjike në Vietnam në vitet 1960 dhe autoritetet koloniale në Rodezi, Zimbabwe e sotme, krijuan fshatra të mbrojtura në vitet 1970 gjatë operacioneve të ashtuquetura kundër kryengritjes. Popullsitë civile u detyruan të futeshin në kampe, ku do të kontrolloheshin në këmbim të ndihmës. Qëllimi ishte dobësimi i mbështetjes popullore për grupet e rezistencës që luftonin sundimin kolonial. Por megjithatë, këto plane gjithmonë kanë dështuar. Në Afrikën e Jugut, regjimi i apartheidit krijoi bantustane, pseudoshtetet pavarura, të dizajnuara për të përqendruar dhe kontrolluar popullsinë me ngjyrë. Ato gjithashtu nuk arritën të parandalonin rrëzimin e regjimit kolonial të vendbanimeve. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka miratuar diçka që bie ndesh me vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për territorin palestinez të pushtuar, duke larë kështu një skenë të krimit gjenocidal dhe duke krijuar një monument për pandushkueshmërinë, vlerëson Uitall. E gjithë kjo zhvillohet gjatë një të ashtuquajturi anpushim, gjatë të cilit palestinezët vazhdojnë të vriten për kalimin e vijave të padukshme të vizatuara nga një okupim i paligjshëm. Bota mund të përshëndes këtë fazë si fundin e luftës dhe shtetet që hezitonin të sanksiononin Izraelin janë padyshim të lehtësuara të rifillojnë tregtinë dhe të zvogëlojnë vëmendjen publike. Ecja përtej kësaj status quo-je të rrezikshme do të kërkoj pikrisht llogaridhënie që SBA-ja dhe Izraeli janë përpjekur me ngulm ta shmangin, zbatimin e vendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ndërsa fuqitë perëndimore e zbrazin nga brenda këtë institucion. Koalicionet të reja politike janë të nevojshme për të kërkuar zbatimin e barabartë të së drejtës ndërkombëtare. Në nivelin më themelor, kjo kërkon lejimin pa pagesa të ndihmës humanitare për palestinezët, kudo që ndodhen në territorin e Gazës, dhe një proces rindërtimi të udhëhequr nga vetë palestinezët, që siguron se ata nuk do të mbahen të dënuar përgjithmonë me mbijetesë minimale, shkruan Uitall. Në 2 vitet e fundit, Izraeli ka shkatruar miliona jetë në Gaza, por nuk ka arritur ta ndryth vullnetin e popullsisë për të mbetur në tokën e tyre. Edhe fluturimet e fshehta, të organizuara me pagesë dhe pa dokumentacion që i dërguan 153 palestinezë në Afrikën e Jugut dhe të paktën 2 avion të tjerë më parë, nuk janë gjë tjetër veç se vazhdimësi e politikës historike të spastrimit etnik nga Nakba i vitit 1948 te i ashtuquajturi migrimi vullnetar i pas luftës së vitit 1967 e deri te bllokada gjenocidale pas 7 tetorit.
Kjo skemë e re synon të godaz nga brenda komunitetin palestinez, të ndaj, të rënoj dhe të detyroj largim, por populli i Gazës vazhdon të rezistojë. Para 2 javësh, një avion me 153 palestinez nga Gaza ul në Afrikën e Jugut pa dokumentacion. Pasagerët mbetën bllokuar në port për 12 orë, derisa autoritetet e Afrikës së Jugut, të cilat thanë se nuk ishin informuar nga izraelitët për fluturime e deportimit, u lejuan të zbrisnin për arsye humanitare. Palestinezët në port kishin paguar mes $1.500 dhe $5.000 një kompanie të quajtur Al Majd Europe për të dalë nga Gaza. Operacioni drejtohet nga disa palestinezë në terren në bashkëpunim me autoritetet okupatore izraelite. Të paktën 2 fluturime të tjera të tilla ishin kryer që nga qershori i këtij viti. Kjo është skema më e re që Izraeli po përdor për zbrazur Gazën, një objektiv i hershëm i regjimit të tij të apartheidit, që daton që nga fillimi i shekullit 20, shkruan Rifat Ibrahim, shkrimtar dhe analist politik nga Gaza, që nga lindja lëvizjes sioniste. Palestinezët janë konsideruar si pengesë demografike për krimin e një shteti hebre. Në fund të shekullit 19, Theodor Herzl, një nga autorit themelues të sionizmit, shkroi se zhvendosja e arabëve nga Palestina duhet të jetë pjesë e projektit sionist, duke sugjeruar që popullatat e varfra mund të shtyheshin përtej kufive dhe të humnin vendet e punës në mënyrë të heshtur dhe të kujdesshme. Në vitin 1938, David Ben Gurion, një nga liderët kryesor sionist dhe më pas kryeministri i parë i Izraelit, e bëri të qartë se mbështeste riaktësimin me forcë dhe nuk shihte asgjë jo morale në të. Një pjesë e këtij vizioni u zbatua 10 vjet më vonë, gjatë Nakbës së vitit 1948, kur më shumë se 700.000 palestinezë u dëbuan nga shtëpitë e tyre, një akt që historiani izraelit Benny Morris e ka quajtur spastrimi etnik i nevojshëm. Pas vitit 1948, Izraeli vazhdoi përpjekjet për të zhvendosur palestinezët. Në vitin 1950, 10 mijëra palestinezë dhe beduin palestinezë u transferuan me forcë nga shkretëtira e Nakabit, e Negevit sot, drejt Sinait ose Gazës, që aso kohë administrohej nga Egjipti. Pas luftës së qershorit 1967, kur Izraeli pushtoi Gazën, bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor, ai adoptoi një strategji të quajtur migrim vullnetar. Ideja ishte krijimi i kushteve të vështira të jetesës për detyruar banorët të largoheshin, përfshir shembjen e shtëpive dhe reduktimin e mundësive të punësimit. Paralelisht, u hapën zyrat e emigrimit në kampet e refugjatëve në Gaza për të nxitur njerëzit të cilët kishin humbur shpresën për të kthyer në shtëpitë e tyre, të largoheshin në këmbim të parave dhe organizimit të udhëtimit. Izraeli gjithashtu inkurajoi palestinezët të shkonin të punonin jashtë vendit, sidomos në vendet e gjirit. Çmimi që palestinezët paguanin për largimin ishte ndalimi i kthimit përgjithmonë. Pas 7 tetorit 2023, Izraeli pa një mundësi të re për të zbatuar planin e tij të spastrimit etnik në Gaza, këtë herë përmes gjenocidit dhe dëbimit me forcë. Ai besoi se kishte simpati ndërkombëtare dhe kapital diplomatik për të kryer një mizori të tillë, siç sugjerojnë deklaratat e zyrtarëve izraelit si Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich. Ata madje hartuan të ashtu quajturin plani generalve për të zbrazur plotësisht Gazën veriore. Skema e re për të detyruar palestinezët të largohen nga Gaza përshtatet qartë në këtë model historik. Ajo që e veçon është fakti se palestinezët detyrohet të paguajnë për dëbimin e tyre, ndërsa bashkëpunëtor palestinez përfitojnë në kurrizë të dëshpërimit të tyre. Kjo synon gjithashtu të rënojë financiarisht popullatën palestineze dhe të krijojë ndarje të brendshme. Ashtu si skemat e mëparshme, edhe kjo ka si element qendror mohimin e të drejtës së palestinezëve për t'u kthyer. Asnjë nga pasagerët në avion nuk mori vul dalje nga Izraeli, gjë që vështirësoi pranimin e tyre nga autoritetet e Afrikës së Jugut. Pa një regjistrim ligjor të daljes nga territori pushtuar, këta njerëz klasifikohen automatikisht si migrant të paligjshëm dhe nuk mund të kthehen. Këtu është rëndësishme të kuptohet pse Izraeli po lejon këto fluturime, ndërkohë që pengon evakuimin e palestinezëve të sëmurë, të plagosur ose të studentëve të pranuar në universitetet huaja. Daljet e pacientëve dhe studentëve do të ishin ligjore dhe do të nënkuptonin të drejtën e kthimit, një gjë që Izraeli nuk dëshiron ta lejojë, shkruan Rifat Ibrahim. Fakti që ka palestinezë të gatshëm të bien pre kësaj skeme nuk është surprizë.
2 vjet gjenocid kanë çuar popullin e Gazës në dëshpërim të paimagjinueshëm. Ka shumë njerëz që do të hipnin vullnetarisht në këto avion. E megjithatë, Izraeli nuk mund të na dërgojë të gjithëve drejt Afrikës së Jugut, shkruan Ibrahim. Për dekada në okupimin sionist, palestinezët kanë rezistuar. Qendresa palestineze përballë luftrave, bllokadave, bastisjeve të shtëpive, shkatrimeve, vjedhjes së tokës dhe nënshtrimit ekonomik, dëshmon se toka palestineze nuk është thjesht një vend për të jetuar, por një simbol identiteti dhe historie që njerëzit nuk janë të gatshëm ta braktisin, vlerëson Ibrahim. Në 2 vitet e fundit, Izraeli ka shkatruar jetët dhe shtëpitë e 2 milion palestinezëve, por as kjo nuk ka arritur ta vrasë shpirtin palestinez dhe vullnetin për të mbajtur tokën palestineze. Palestinezët nuk do të fluturojnë jashtë, ne jemi këtu për qëndruar, shkruan Ibrahim. Ishte kjo tëra të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.